Muzikantja Sofie Kastrioti, që është në vijen e gjakut të Gjergj Kastriotit, Skënderbeu, ka mbërritur në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari. Në vizitën e parë që po i bën shtetit të Kosovës, muzikantja Kastrioti ka deklaruar që është e lumtur dhe e emocionuar që po e viziton Kosovën. Jam e nderuar që jam në Kosovë dhe jam shumë falenderuese për pritjen që më është bërë. Do të doja të falenderoja Stone Castle, të cilët bën të mundur këtë vizitë. Jam shumë e emocionuar që do të performoj në Hard Fest. Jam shumë e emocionuar. Faleminderit shumë. Kastrioti do të jetë mysafire speciale festivalit të Rushit dhe të Verës, Hard Fest, ku do të performoj veprat e saj artistike. Organizatorët thonë se jo rastësisht e kanë zgjedhur Sofie Kastriotin për të performuar në edicionin jubilar të këtij festivali, i 15 me radhë. Duhet pas parasysh traditën e lashtë të Kosovës në traditën e venës, edhe kem marrë në kontakt me Sofin që është tradita më e vjetër shqiptare që kemë rrajnë gjalla, një histori e gjallë e kombit tonë. Kem thënë që gërshetimi i këtyne dy traditave është mënyra më e mirë që të prezantohet historia e prodhimit venës në Kosovë. Përndryshe, Sofie Kastrioti, e cila është brezi 14 i familjes së Kastriotëve, është muzikante e njohur në Australi dhe më gjerë. Festivali Hard Fest do të mbahet me 2, 3 dhe 4 shtator në qytetin e Rahovecit.